Mbrëmja e dieshme në Odeonin e qytetit të Pogradecit u përfshi nga emocionet dhe nostalgjia e tingujve të serenatave në koncertin Serenat mbi liqen. Artistë të rinj, emra të njohur të muzikës pogradecare dhe interpretimet veçanta sollën një atmosferë autentike, duke risjell vlerat e muzikës tradicionale që ka identifikuar prej dekadash artin e qytetit liqenor. Serenatat në Pogradec janë kënduar prej gati 100 vjetës. Qyteti joni ka pasur. Po unë flasë për serenatat të mirëfilta, qytetare pogradecare, që janë këngë shumë të bukura. Dhe është ngritur grupi Nostalgjia, që po i mban këto këngë gjallë. Ne kemi qenë si familje që këndojmë. Unë kam pasur bashkëshortin, që ka ndruar i tani, kisha vllan, dhe kemi brez pas brezi. Dhe me kënaqësinë më të madhe, ne kemi marrë pjesë pas një lloj interesi, që kur është hapur, që kur kemi ngritur gurët e themelit. Nga një qytet tjetër, qyteti Lushnjës, dhe pash një bashkëpunim dhe një harmoni të ngrohtë, një udhëheqës artistik që ishte kaq punëtor, drejtuesi Jovan Shuke, ai na mësoi mënyrën se si ta trajtonim serenatën pogradecare dhe unë kam kënaqësitë që ta këndoj atë këtu në qytetin e Pogradecit. RTSH Korça ka qenë e pranishme në regjistrimin e këtij koncerti dhe së shpejti do të keni mundësi ta ndiqni në ekranin e RTSH Korça.